Pse dikush kaq let po I plotësohet një kërkesë, kaq let po gjan një punë, pse për mua e kaq vështirë? Këto pyetje që I bën besimtari nuk është se e dëmtojnë imanin e tij. Sepse mundohet me kërku zgjidhje në këto çështje, ndërsa gabimi dhe rreziku është kur besimtari e humb mbështetjen në Allahun xhalla xhelaluhu dhe më fillon ndoshta me kriju mendime që ato mendime e shpin në drejtimin me mendu keq për Allahun xhalla xhelaluhu. Shërimi më I mirë I kësaj gjendje të besimtarit është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë: Inna Allaha la yahmi 'abdahu al-mu'min min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'ama wash-sharaba takhafuna alayhi. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ruan ndonjëherë robin e tij prej dynjas edhe pse ai don diçka prej dynjas. Sikur që shëruni, thot pejgamberi, sikur që shëruni ju të smurin, por mos me ngran ndonjë ushqim, mos me pi diçka sepse frigoheni ndaj tij se mos po I keqësohet situata.